Ka nisur procesi rehabilitues i kompleksit Angonatët pozicionuar në pjesën frontale të zonës së mbrojtur në Gjirokastër. Qeveria shqiptare përmes Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare ka çelur një muaj më parë fondin për rehabilitimin aparaticial të kësaj banese trikatëshe, e cila konsiderohet dhe si ikona orientuese e pjesës muzeale të qytetit. Sipas inxhinierit të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Gjirokastër, Vaso Polo, punimet kanë për synim të rehabilitojnë pjesët më të dukshme të këtij kompleksi, çatin dhe parmakët në pjesët vertikale të saj. Kjo do të ndryshonte tërësisht sipas tij pjesën e dukshme të këtij kompleksi, që është pjesë e kategorisë së parë e mbrojtur nga shteti. Objekti Angonatët është emblema e Gjirokastrës, është në qendër të zonës historike dhe me vlera të pallogaritshme për qytetin e Gjirokastrës. Për një kohë të gjatë ajo është e pabanuar dhe është pothuajse e braktisur. Objekti ka pasur probleme me fasadën dhe me çatin. Fasada, veçanërisht pjesa e çatmas, duke qenë se banesa ka qenë e braktisur për disa kohë, kishte filluar probleme me çatman në fasad, me suvatimet, me sprethet dhe me çatin. Objekti ishte në rënim e sipër. DRGK e Gjirokastrës, duke parë këtë gjendje, hartoi projektin e restaurimit të fasadës dhe çatis dhe Ministria e Kulturës bëri financimin e këtij projektit. Vlera e këtij projekti është rreth 3 milion lek. Objekti është në mbarim, koha e saj është rreth një muaj pas kësaj date. Objekti në fakt, duke qenë kaq kohë i braktisur, ka pasur ndërtime të mëdha edhe brenda. Por ne nuk kemi ndërhyrë në këtë projekt, për kjo ishte një projekt emergjent i cili erdhi thjesht për të shpëtuar objektin nga rënimi më teshëm i jashtëm. Kurse projekti i restaurimit të përgjithshëm, që vërtet ka një vlerë të konsiderueshme, nuk është bërë dhe në momentet e ardhshme, duke bashkëpunuar dhe me pronarët e rinj që do dalin, do mundohemi që të bëjmë projektin e restaurimit të plotë të kësaj banese. Banesa Angonatëve, ndërtuar në vitin 1881, ndodhet në qendër të zonës historike të Gjirokastrës, në një vend mjaft dominues. Ky kompleks është ndër shembujt më të mirë që tregojnë zhvillimin e banesës gjirokastrite dhe aftësinë e saj për t'u përshtatur kushteve të jetesës. Kompleksi Angonatët është ndërtuar me mure guri shtresor. Dhomat janë të pajisura me tavan dekorativ dhe mjaft element të tjerë dekorativ.